Në këtë muaj të shenjtë të Ramazanit, kur solidariteti dhe kujdesi për njëri tjetrin duhet të jenë në qendër, komuna e Tetovës dhe Bilal Kasami po tallet hapur me qytetarët e saj. Thonë kështu nga Bashkimi Demokratik për Integrim Dega në Tetov. Jemi mbledhur sot për të ngritur një shqetësim madhor që prek çdo familje tetovare, e që është mungesa e ujit të pishëm dhe abuzimi i pafalshëm me çmimet e shërbimeve bazë. Në këtë muaj të shenjtë të Ramazanit, kur solidariteti dhe kujdesi për njëri tjetrin duhet të jenë në qendër, komuna e Tetovës dhe Bilal Kasami po tallet hapur me qytetarët e saj. Tetova sot është qyteti ku uji, kjo nevojë elementare e jetës, është bërë luks. Familjet agjerojnë gjatë gjithë ditës dhe në mbrëmje, kur vjen koha për të prishur agjerimin, nuk kanë ujë as për të pirë, as për të kryer nevojat elementare higjienike. Ironia dhe padrejtësia nuk ndalen këtu. Ndërsa rubinetat janë bosh, faturat e ujit po rriten në mënyrë të pamëshirshme. Në disa zona, qytetarët po paguajnë 2, 3 apo madje edhe 4 fish më shumë për një shërbim që nuk e marrin. Ky është abuzimi drejt për drejt dhe mungesë totale përgjegjësie. Si mund të flasim për dinjitet, për kujdesje dhe drejtësi, kur komuna e Tetovës e ka lënë qytetin në etje? Si mund të heshtim kur fëmijët tanë nuk kanë ujë për të pirë, ndërsa pushtetarët shfaqin indiferencë të turpshme ndaj halleve të qytetarëve? Ne nuk do të qëndrojmë të heshtur, prandaj kërkojmë me urgjencë rikthimin e furnizimit të rregullt me ujë të pishëm për të gjithë qytetarët e Tetovës, anulimin e menjëhershëm të rritjes së padrejtë të çmimeve për shërbimet e ujit, transparencë të plotë mbi menaxhimin e ujësjellësit dhe përgjegjësi për këtë krizë. Zëri juaj nuk do të shuhet. Bashk do ta ndryshojmë këtë realitet të padrejtë.